Batoni e njeh situatën. Po s'kam folë asnjëherë. Për ta vazhduar, për sqaruar ca gjëra nga ato që ju thatë. Po është e vërtetë. Atëherë kur është bera i tender, nuk i ka pas as aeroporti i Tiranës aq fluturime sa me justifiku një investim. Jo me Vlora. Por çështja është, kur këta ishin këtë situatë, pse donin të bënin aeroporti më të madh në Ballkan Vlorë? Pra këta i kanë bërë vetë gjithë këto gola Baton. Kush ka dashur me bëj aeroportin më të madh? Jo, pse u futën? Ashtu kanë thënë, do bëjmë aeroportin në Vlorë, aeroporti më të madh në Ballkan e kanë thënë ore. Se ai është nisur si një aeroport për të qenë një aeroport i vogël dhe pastaj nëse ti do kishe rritje të trafikut në vijim, ti sigurisht që e zgjeron. Po ndodh me Tiranën. Këta e nisën me të madh. Se që thoshin do bëjmë angare, do parkohen gjithë avionet e Europës. Këtu janë pralla. Po tjetër është propaganda, marbur. Unë po flas për realitetin. Se edhe aeroporti Kuksit e ka pas prallën e bukur që ti marrin gjysmën e Kosovës të shkojnë atje. Pa ajo është i mbyllur. Po kështu i rrujnë lek ta me pralla. Po jo, esenca është se ti kur e ndërton një vizion, nuk e bën një analizë. Analiza e aeroportit Vlorës, vetëm po ju tregoj çështja e ambientit. Ka qenë 2 vjetë problem. Sigurisht, ajo është edhe... është 2 vjetë problem. është ende problem. A vazhdojnë punimet apo jo? Një sekundë si do vi madi. Vazhdo të mërë. Për atë punën e paracaktimit, që aty gara ka qenë fiktive dhe s'ka pas, e ka thënë vetë budgeti, vajtëm atje, e tha panua i ndamax. Edhe kjo s'është e vërtetë. Për Turkun, edhe kjo s'është e vërtetë. Turkun e ka si ma beso që s'është e vërtetë. Turkun e ka si budget. Aksioneri kryesor. Ti duhet a di shumë mirë, Turku beri spitalin në Fier, sepse e sollën për ta bërë spitalin, nga parat e spitalit pagoj 3 milione gjysëm nga të vetat, dhe ato 3 milione gjysëm i mori kushiti aksionit. Kuriku nga aksionet. Si ka marrë 3 milione gjysëm? I ka marrë. Turku i ka marrë 3 milion, i ka marrë në Turqi. E ka dhënë dhe këtë një intervjistë. Edhe këtë e ka thënë. More, ju thoni sa të doni. Turku ka qenë nuk flas për pare. Të zdu, unë po flas, cila është dhimbja ime. Që 2 shqiptarët Kosovës, tani po flasim për a kanë bohor. Po pra, po kjo është dhimbja jote. Unë e kam branda vetë. Ola, një sekundë se folëm. Që është kjo për nacionalizëm? Kjo është dhimbja jote. Kush po thot për nacionalizëm? Nuk ka lidhje në... Shqiptarët Kosovës shumë u duk. Zodia Gjiu. Po që ka lidhe kjo me nacionalizmin? Kjo është... Kur të përdorsh një term, do është mja dho kuptimin. Jo. Ashtu e përdojnë ata vazhdojnë duhet me jadhë me kuptimin. Të konkludoj, ju lutem, kjo të mori të... Se the komësine të personave. Të lutem, Ola. Jo, se po ishte duke folur... Nuk bëhem dohu si Klop Lala, tani që nuk do le. Qëfar rëndësie ka nëse janë të Kosovës apo të Shqipërisë? Për mu ka rëndësi shumë. Për qëfar? Për arsye se dëmtojnë bizniset tjera të cilët kanë dëshirë me ardhë në Shqipëri dhe krijohet mosbëshërshmëria. Dhe mosbëshërshmëria është problem serioz. Për ty nuk është problem serioz. Se ti jashtë atë temës, kontekstin social dhe politik nuk e analizon. Dhe unë s'ta kam fare se kam problem se ti se analizon. Për mu ke u problem serioz. Nëse për ty nuk është, për mu është shumë serioz. Bangladeshi, këta dhe dozieshi, nuk do t'i tremnin investitor të huaj? Vetëm që janë nga Kosova, se pse duhet të përcaktohet nëse janë 2 shqiptarë të Kosovës apo jo. Mu duk që termi jot ishte populisto-nacionalist. Cili është populist, mërë? Këshu mu duk. Po pasojat janë serioze. Ta vazhdojmë edhe njerë. Të mori. Ti ke drejt kur thuj që dhimbja ime është se i ke 2 miq, janë 2 shqiptarë në fundit, janë 2 biznesmen që nga Kosova që duhet kishin bërë sukses. Problemi është që pasojat që ka marrë publiku nga ata është shumë e madhe. Sepse ai aeroport nuk dihet kur do hapet. Dhe mbi atë aeroport, me atë aeroport janë lidhur dhe ca investime të tjera shumë të rëndësishme në jug. E po tash, këtu është problemi. Se njësër hotelës që janë atje, e janë dikunja 30, që nga Palasa deri te Himara, janë ma shumë. E ka një shpres që aeroporti Vlorës të jetë habi kryesor për gjitha ato. Dhe kjo është dhimbja dytë, se kur nuk vinë avionët dhe turistët atje, fajsimi është të 2 njerëz. Avionët të kryen punimet apo ka ndaluar gjithçka? Ujmë zbulu fajsimin dikush tjetër. Janë 2 shqiptarë nga Kosova, pik. Sigurisht, pra. Pik. Ata janë investitorë si të parë, po janë shqiptarë nga Kosova. Dhe pse është Bexhet Pacolli fajtor? Pra, sy sa i ka përvojtja zakonshme. Pse gjitha ato gabime
mund t'i ka ndodhë rrugës një njeri me kaq përvoj, dhe pse çështjen e Libis ma bartë mund në Vlorë. Këtu probleme i ka mune, se këtu cilat janë pasaj probleme. Jemi okej, avjojnë punimet apo ka ndaluar gjithçka? Jo, ma aty punohet, po nuk merret vesh, nuk dihet kur mbarohet, ka qenë afati për të mbyllur në shkurt. Në shkurt ta nuk e kapim, thanë nga vera me kismet, me sa duket edhe nga vera nuk e kapin, dhe unë nuk mendoj që ai ka për të bërë ndonjëherë. Problemi është që nëse këta të dy nuk zgjidhin sherrin, ai aeroport nuk bëhet dot funksional. Nuk ka për të filluar ai fluturimet pa ndar këta, se këta fillojnë bllokojnë njëri tjetrin me gjyqe, njëri me reaksione, tjetri e nxjerr jashtë, ai tjetri ankimon. Nuk ekziston mundësia që aeroporti shtetëzohet. Ka një problem Ylli, dëgjoj. Kush është kompania që do të operojë aeroportin? Kur fillua tenderi, u fillua me 3 kompani, që ishte Bexheti, Valoni edhe Yda. Yda ishte kompania përgjegjëse që do të merrej me menaxhimin e aeroportit. Gjermanët, këta që u larguan Turqit. Turqit u larguan. Turqit, po jam i qartë. Tani, kur ikën këta, Bexheti del dhe thotë që kam lidhur marrëveshje me aeroportin e Mynyhut. Nuk don, qyteti Mynyhut pas ka marrë vendim dhe është publikuar që nuk do të bëhet pjesë e menaxhimit të aeroportit të... Pra gënjen Bexhetit. Ja ka këtyr, ja ka refuzuar. A bën tash me ta do që t'jesh i plot. Jo, tani ideja është ta marroj dhe... Ideja është që ne sot e kësaj dite jemi pa një kompani që do ta operojë aeroportin. Pra edhe në qoftë se mbyllet sot aeroporti, pra nuk po themi që... Nuk është kjo kompania ndërkombëtare? Kemi kusht ta bëjmë, e kemi tenderin të cënuar, e kemi tenderin të cunguar dhe strukturat të cunguar. Më kupton, dhe ky është problemi i madh që kanë ata. Se ju duhet një kompani operimi që operon aeroportin për botë. Gjendet kjo, nuk është aq probleme sa po bëhet. Me sherr, kur janë dy aksionerë në sherr të para, vetëm gjykata për 3 vitet e ardhshme, 4 vite asot të zgjat këtë proces, e ka mbyll këtë proces. E ka mbyll. Nuk e dim sa zgjat. Jo, e ka mbyll. Se çat bën gjykata mas 3 vite, 4, kur merr vendimin, i përcakton aksionet, aeroporti vazhdon. Problemin kryesor është I kujt është sot administrimi? I Valoni. I kompanisë Dyja Group, a e ka financimin e nevojshëm për të vazhduar? Via e menaxhon. Përmes kujt administratorit e emëruar nga? E ka drejtorin dhe është administratori aty. E ka përcaktuar gjykata. Dhe është gjë e qartë. Dhe atje punimet vazhdojnë dhe unë besoj që brenda muajsh aeroporti fillon punën. Do me thënë, nuk ka rrezik që... Nuk është aty problemi. Aeroporti brenda muajsh? Jo, brenda muajsh. Brenda muajsh. Nuk e di, disa muaj sa dhe jenë. Po a ka rrezik që palet me këtë goditjen që i bën një tjetër që shkojnë në arbitrazh? Ylli, se në gjithë këtë proces, kur ka kësi konflikte, ka interesa tjera për të hyrë dhe për të marrë aeroport.